Asnjë nga fisi ynë nuk ka qenë tek më fal. Gjuma e radhë në këtë rast nuk të pengon fare, sepse edhe vetë procesi do jetë shumë më i fokusuar për të gjetur të vërtetën. Kështu që mbas se jam gabim, por tani kur kryeministri kryeministri i vendit thotë që ajo tokë është e trashëguar Dem Babaden. Edhe një herë tjetër. Jo, mbas se jam gabim thash. Jo, po s'pun përsërisësh të njëjtën gjë pasi unë t'jap 20 minuta shpjegim. Unë edhe një herë tjetër. Unë nuk jam, dëgjoj, edhe një herë tjetër. Unë nuk jam certifikues i asnjë lloj prone, se unë se kam as kompetencën ta bëj të gjë. Të kërkojmë edhe neve që të mos ketë ndërhyrje dhe të mos ketë njerëz që i vën pikën mbi i përveç gjykatës. Të lutem me kë po flet tani se s'po të kuptoj. Duhet të sqaroj veten, sqarova veten. Thash kush o çfarë po kërkoj unë. Me kë tani, me kë. Pra, tani me kë, jo si kryeministër, jo po. Tani nëse unë kam kuraje të vi këtu përpara jush, nëse unë lërë, e kanë zakon të vlorë që nuk e lëshojnë me mikrofonin. Edhe unë nga pjesa vlonjate e kam që flasë gjatë, se lëshoj asun. Kryeministër jam ortodoksu, nuk jam nga... Kështu që e lëshojmë, jemi ortodoks, e lëshojmë. Po që me të jemi ortodoks? Edhe unë ortodoks e kam pjesën time nga vlora. E pra? Po ju jeni vlonjate, ola. E kupton ti? Jemi ortodoks, është mua betë kotë. Ju jeni vlonjat. Ju jeni mbi fet. Madje, ju dhe Zoti jeni në garë se kush është Zoti. Kështu që lale, tani më na fut në këto. Mund ta bëj ta marrim me radhë. Kam edhe një shqetësim të fundit, domethënë. U sqaroj për të pjesë njëre. Unë u sqarova. Do me thënë dhe herë tjetër. Unë kam thënë është pronë e kthyer Den Babaden. Nuk kam thënë është pronë trashëgimtar, natyrisht prona e kthyer Den Babaden është pronë që bazohet tek një dëshmi mbi cilën është kthyer dhe është trashëgimtar, patjetër. Se kjo betej pretendimesh për trashëgimtarët është apo jo. Unë nuk certifikoj kush janë trashëgimtarët. Unë di që është e kthyer Den Babaden. Kjo është e vërteta. E informacionin e keni të gabuar. Po çka kam të gabuar? Kur është kthyer prona? Po sepse s'është e kthyer Den Babaden. Kur është kthyer prona? Prona është kthyer në 2009 apo e di çfarë është 2009? Është dhënë dikujt, më fal. Personi që mos më fut në histori, le tani. Po tani jam pyetur. Jo, kur është kthyer tash? Nuk thash kush ishin persona. I është dhënë një certifikat pronësie dikujt. Po duhet fare më. Mund të them, o të lutem shumë. Kur është kthyer prona? Këtë më thuaj. Mos më fut në këtë histori. Këtë histori tregoj gjykatës. 2009, përpara se ju të vinit në 2009. Në 2012 në Biles, drejtori i hipotekë ka qenë shoku im i ngushtë, gjithsesi dhe nuk ka qenë i partisë tuaj. Po pse na fut në këto se s'po merr me partitë fare? Nuk thash këtë më. Po më lë të thash që është, e di çfarë është 2009 për mua. Në 2009 unë kam pasur flokët e zeza. Nuk kam pas kaq shumë, po kam pas të paktën sa ti. I kam pas zeza. Është Den Babaden 2009. Kështu që në këtë sens e kam thënë, është kthyer. Tani mos bëjmë debat për një gjë që s'ka lidhje fare. Jo, se unë Den Babaden e di ndryshe, prandaj këtu jemi keq kuptuar. Po Den Babaden ti e di ndryshe, ti e vlonjat, nuk e di çfarë është Den Babadeni. Prandaj, kështu që dhe përsëris nuk po i shmangen fare të vërtetës që çdo pronë e kthyer është pronë që konsiderohet sipas ligjit një pronë e kthyer për shkak se prona të katakuar përpara se sa të merren nga komunizmi. Kështu e di unë se kthimin. Kështu jo unë këtë di. A i takon pasaj e si takon? Ati që ju thoni si takon? Apo të takon ty që thua më takon këtë se vendosun? Po pra, këtë thashtë unë, po në regu. Por ama për ligjin, për shtetin, për marrëdhëniet nuk mund të rinë arë, se më the dhe një gjë tjetër që është e rëndësishme. Se nuk mund të rinë ajër një marrëdhënie pronësie. Ti në gjykat mund të shkojmë gjithë ne, mund të rrim gjithë kohës në gjykat. Por ama, për sa kohë ka titull pronësie, jeta vazhdon, gjykata vazhdon. Një pronë bllokohet vetëm me sigurim pa dije. Nëse gjykata thotë stop, kjo prona bllokohet, është mohabet tjetër. Si shtite ka se në gjyq, vazhdo gjyqi. Nuk është shteti, nuk e përcakton këtë gjë. E pra, në rregull. E mori e kërkoj lejen për para i... Me gjithë dhe më mirë kështu. Më mirë kështu. Njerë majtas, njerë djatas. Me gjithë ju e një gjithë djatas. Po, vazhdo. Po, urdo.
Jam Inella Balliu, një nga pronarët e Zvërnecit. Pretendent. Pretendent. Po. Kuptohet. Faktikisht, ajo pronë, ashtu që tha i paraforci, është grabitur me dokumentat falsifikuar dhe këtë. Nuk është fare çështja ime kjo. Nuk është çështja juaj, jam plotësisht dakord. Rregull. Nuk është çështja juaj, është çështja e drejtësisë së korruptur këtu tek ne. Edhe një herë, mos tani, unë kam ardhur të flas Po. në emrin tim dhe të mbaj përgjegjësi para jush për çdo gjë që ju doni të dini lidhur me raportin e qeverisë me këtë projekt. Çfarë të doni ju, unë jam këtu, t'ju them